Përderisa je duke e dëgjuar këtë video, ndoshta akoma nuk ke filluar që ta falësh namazin rregullisht. Në rregull. Nuk dua të të qortoj, as të gjykoj, e as nuk dua të të turproj. Por dëshiroj që prej meje ti marrësh këto 3 këshilla. Këshilla e parë: mos e mashtro veten me pretendimin se ka ende kohë. Shumë prej njerëzve të cilët vdiqën dhe shkuan tek Allahu pa namaz, nuk e lanë këtë adhurim nga çështja se e urrënin fen apo nuk e donin Allahun, por ata e lanë pikërisht duke pretenduar se kishin ende kohë. Vdekja nuk pyet se sa plane ke bërë ti. Ajo vjen në çastin kur Allahu e ka përcaktuar. Andaj mund të vijë një ditë në të cilën ti do të dëshiroje shumë që ta bëje edhe një sejdë të vetme. Mirpo ajo ditë do të jetë dita kur nuk do të jepet një mundësi e tillë. Këshilla e dytë: mos e lër shejtanin të të bindë se ti je shumë gjunaqar për të filluar faljen e namazit. Shejtani përdor 2 kurthe në të cilat i hedh ata të cilët nuk fillojnë të faljen e namazit. Kurtha e parë është duke i angazhuar ata në bërjen e mëkateve të shumta. Dhe kurtha e dytë, pasi që janë zhytur në mëkate, ju thot atyre dhe ju përshpërit se ti je shumë gjunaqar për të filluar. Allahu nuk pret që njerëzit të jenë pa gjunohe për ta falur namazin, mirëpo ai kërkon prej tyre që të pendohen pikërisht me namaz. Andaj, fillimi i faljes së namazit për ty mund të jetë falje e të gjitha mëkateve tua. Këshilla e tretë: mendoje veten kur do të jesh i shtrirë në varr. Atë ditë nuk do të pyesin se sa njerëz i duart roketën bëmave tua, se sa pasuria arritet grumbullosh, e sa ëndra nga kjo dynja arritet t'i realizosh. Do të vijë dita kur do të jesh i vetëm në varrin tënd me veprat e tua. Mjaft humbe kohë duke e shtyrë një vendim të cilin duhet ta marrësh sot. Ezanin e radhës llogaritet sikër një thirrje që Allahu po ta dërgon, dhe me këtë ezan dëshiron që ti të fillosh faljen e namazit. Andaj mos humko.